Zoti Kryetar, renditja është një renditet absurd. Të mendosh që brenda kësaj dite dhe tani ka kaluara 12, të bësh pyetje, të shqyrtosh dy institucione të drejtësisë, dy komisione hetimore dhe pika për çështjet e renditjes të Shqipërisë, edhe projekt ligje të tjera që të gjithë e kuptojmë që kjo nuk mund të ndodhë. Qoftë edhe për kohën. Nuk e mbyll as deri nesër në ora 12 sikur të flasim, diskutojmë gjithë natën. Domethënë, përpiquni me sa të jeni të mundur që një rendite me 25 pikë të mos vendosni më, është e pamundur, është irracionale. Sigurisht që s'kemi për ta mbyllur, por ajo që të bën të dyshosh është në qoftë se ju i konsideroni kaq të parëndësishme këto organe të ngritura me ligj dhe me kushtetutë, këto pastaj të gjithë duhet pagujnë si shtet, duhet pagujnë si qytetar, duhet pagujnë si opinion publik. Unë mendoj se ju duhet mlidheni dhe të bëni një reduktim, ose ta ndani për nesër, për mas nesër, apo ta lëni për të hanën. Nuk është racionale kjo që po bëjmë. Qoftë se një orë është secili, i bie që të kemi 26 orë përpara, 12 deri nesër në ora 1 ne mos ndalemi. Nuk shkon, nuk është racionale.